zoti Ermal Nufi. I nderuar zoti Kryeministër, të nderuar partnerët aleat, të nderuar pjesëtarë të forcave të armatosur të Republikës së Shqipërisë, të dashur kursant të gjeneratës së parë të shkollës kombëtare të fluturimit. Kjo është një shumë e rëndësishme për çeljen e shkollës kombëtare të fluturimit. Ne nuk porojmë thjesht një strukturë të re arsimi apo trajnimi, por po hedhim një gur tjetër në themelin e fuqizimit të kapaciteteve të forcës tonë ajrore dhe të ardhmës. Po shënojmë krijimin e një kapaciteti të ri strategjik për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare. Një kapacitet që lidhet drejt për drejti me një nga elementet më të rëndësishëm të fuqisë tonë mbrojtëse, që janë kapacitetet njerëzore. Shkolla kombëtare e fluturimit është një ndërthurje e kapitalit njerëzor, teknologjisë moderne dhe standardeve ndërkombëtare. Ajo përfaqëson një hap në vlerën e transformimit dhe modernizimit të forcës ajrore, duke krijuar mundësinë që pilotët, kontrollorët dhe të gjithë ata që janë të përfshirë në fluturimin e këtyre mjeteve të përgatiten sipas metodologjisë më të avancuar të aleatëve tanë të NATO-s. Në këtë kuadër, një rol të veçantë kanë dhe këto dy helikopterë të rinj trajnimi Bell 505, të cilët janë bashkuar tashmë kapaciteteve të forcave tona ajrore si një platformë moderne për formimin e pilotëve drejt së ardhmës. Ato do të krijojnë kushte që kursantët të zhvillojnë aftësitë e tyre në midis trajnimit që i përgjigjet kërkesave të kohës. Investimet në infrastrukturë dhe teknologji dhe mbi të gjitha në zhvillimet e burimeve njerëzore janë pjesë një strategjie afatgjatë që synon ta bëjë Shqipërinë një aleate më të aftë, më të besueshme në kuadër të NATO-s. Pikërisht në këtë kuadër, pikërisht kjo shkollë mishëron vizionin e qeverisë shqiptare për modernizimin e forcave të armatosura, për forcimin e kapaciteteve tona mbrojtëse, ku ne sot mirpresim dhe kandidatët e parë që i bashkohen këtij rrugtimi. Ata nuk janë vetëm kursant të thjeshtë në një program trajnimi, ata janë pjesë e një misioni të madh, të ndërtojnë traditën moderne të aviacionit shqiptar dhe të mbajnë mbi supe përgjegjësinë që kërkon një profesionalizëm maksimal. Duke i uruar me zemër vetëm suksese, secili prej kandidatëve në këtë rrugtim sfidues dhe me karakter kanë bindjen të plotë se këta të rinj do të plotësojnë me dinjitet përgjegjësinë që mbart uniforma dhe do të mbajnë një shembull për brezin e ri të forcës ajrore. Më lejoni të shpreh mirënjohjen time për bashkëpunëtorët tanë, kompaninë Elbit, e cila me përvojë të gjatë në fushën e trajnimit dhe teknologjisë së aviacionit na ka ndihmuar në këtë hap konkret që ne po hedhim sot. Duhet falenderoj gjithashtu të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti, shoqërinë Kajo, personelin e forcave të armatosura, institucionet shqiptare dhe të gjithë profesionistët që kanë punuar për ta kthyer këtë vizion në realitet. Jam shumë krenar që sot nëpërmjet kësaj shkolle po ndërtojmë një vlerë të shtuar për të gjithë sistemin e përgatitjes pilotëve dhe ushtarakëve, kontrollorëve të fluturimit, dhe jam i bindur që ky investim është një vlerë e shtuar në sigurinë kombëtare, profesionalizmin e forcave të armatosura dhe të ardhmës së vendit. Sot do të përsëris fjalë që thash para 3 ditësh në kantierin e Finkantierit, është fal vizionit kryeministrit, është fal këmbguljes tij që forcat armatosura po transformohen me një hap të jashtëzakonshëm. Sot qeveria shqiptare mbështet fuqishëm jo vetëm forcën detare me investimin pashaliman, jo vetëm forcën ajrore me këtë shkollë trajnimi, por së shpejti edhe forcat toksore, duke shtuar kapacitetet e trajnimit të kapitalit njerëzor në forcat armatosura, një transformim rrënjësor në të gjithë përbërjen e forcave tona të armatosura për cilën ne jemi krenar. Faleminderit gjithë. Kam nderin të ftoj në podium kryeministrin e Republikës së